Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po ndiqni edicionin e lajmeve të televizionit Bujanosi me mua Lumturia Ahmetin. Pagesa e ndihmës shtetërore prej 100 eurove edhe më tej është duke shkaktuar radhë të gjata para bankave në komunë të Bujanosit. Ministri i Arsimit Mladen Sharqević ka theksuar se nuk do të ketë ndryshim në vendimin për organizimin e ekskurzioneve dhe mbrëmjeve të maturës. Në pritje të rezultateve për dyshime rreth të infektuarve me COVID-19 në Bujanoc. Me rastin e 14 qershori, ditës botërore të dhënies vullnetare të gjakut, motoja e secilës këtë vit ishte: jepni gjak dhe bëni botën një vend më të shëndetshëm. Qeveria e Serbisë po planifikon masa të reja në nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe uljen e papunësisë në sektorin privat. Pagesa e ndihmës shtetërore prej 100 euro dhe më tej është duke shkaktuar radhë të gjata para bankave në komunën e Bujanocit. Sidomos dy prej tyre, Banka Komerciale dhe Intesa, janë më të ngarkuarat aty ku edhe gjatë aplikimit popullata më së shumti ka bërë për zgjedhjen për t'i tërhequr 100 euro. Pavarësisht se në qytet ka edhe dy ekspozitura tjera bankare dhe një bankë gjithsesi posta e kursimeve, në këto të fundit tashmë radhët janë pothuajse shumë të pakta, ndërsa arsyet përse popullata është fokusuar më shumë në të dy të parët, ndonëse është periudha kohore e tyre e funksionimit në komunën tonë. Vlen të theksohet se qytetarët që nga ora 7 e mëngjesit po presin në radhë që të mund t'i marrin 100 euro, ndërsa shpesh përfaqësuesit e sigurimit hasin edhe në vështirësi kur bëhet fjalë se kush hyn i pari. Një zgjidhje që po mundohen të aplikojnë është shpërndarja e numrave qytetarëve që janë duke pritur dhe kështu t'i shmangin edhe mosmarrëveshjet se kush ka ardhur i pari te kush i fundit. Si duket, më lehtë kanë kaluar ata që kanë patur llogari ekzistuese dhe që kanë patur mundësinë që parat t'i tërheqin në bankomate. Nga ana tjetër, edhe përkundër thirrjeve të shumta për mbajtjen e distancës sociale me qëllim të parandalimit të përhapjes së infeksionit, kjo si duket as që vihet në dukje. Ministri i Arsimit Mladen Sharqević ka theksuar se nuk do të ketë ndryshim të vendimit për organizimin e ekskurzioneve dhe mbrëmjeve të maturës. Pavarësisht rritjes së numrit të personave të infektuar me virusin korona pas lehtësimit të masave, sepse siç ka potencuar të gjitha vendimet janë marrë në përputhje me rekomandimet e shtabit të krizave. Të gjithë pacientët e rinj kanë simptoma të lehtë ose të tillë që nuk vëren as pak. Aktualisht kemi një të klasës së 8, 3 studentë dhe 3 edukatorë që janë pozitiv me virusin korona, që është përqindje shumë e vogël e numrit të përgjithshëm të nxënësve në Serbi. Jeta duhet të vazhdojë ndërsa mbrëmja e maturës të jetë me maska, ka thënë Sharqević. Ministri i Arsimit gjithashtu ka deklaruar se gjithë Evropa që nga 15 qershori i ka relaksuar të gjitha masat që kanë të bëjnë me epideminë e virusit korona. Duke zgjedhur mes asaj të qenit vetmi të izoluar ose të kujdesmi për veten tonë, zgjodhëm këtë të fundit sepse nuk mund të ndalojmë jetën, është shprehur Sharqević. Ministri gjithashtu theksoi se ende nuk dihet se si do të jetë situata nga shtatori, por që janë duke u përgatitur skenar të ndryshëm në mënyrë që të përgjigjen në mënyrë adekuate situatave të ndryshme me epideminë e virusit korona. Gjithsej 12.310 raste të konfirmuar me COVID-19 janë regjistruar në Serbi deri në orën 15 të datës 14 qershor, kurse sa i përket komunës së Bujanocit, aktualisht jemi duke prit disa rezultate të cilët sipas gjitha gjasave do të arrijnë nesër, por gjithsesi duhet të bëjmë kujdes dhe të respektojmë masat e parandalimit të kësaj sëmundje vdekjepruese, tha PRTB drejtoresha e shtëpisë së shëndetit Lela Jovanović. Që nga raporti i fundit janë testuar mostrat e 1802 personave, nga të cilët 59 kanë rezultuar pozitiv. 545 pacient janë shtruar në spital, ndërsa gjithsej 15 pacient në aparat frymarrës. Në Serbi deri më tani janë testuar 302.928 persona, ndërsa numri i vdekjeve është 2.06%.
Me rastin e 14 qershorit, ditës botërore të dhënies vullnetare të gjakut, mota e së cilit këtë vit ishte "Jepni gjak dhe bëni një vend më të shëndetshëm". Kryqi i Kuq në Bujanoc në bashkëpunim me Institutin për Transfuzionin e Gjakut nga Nishi organizuan aktivitetin e radhës të dhurimit vullnetar të gjakut në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc. Ndërkaq lidhur me këtë datë u organizua një ceremoni e veçantë për dhuruesit e rregullt vullnetar të gjakut, u ndan mirënjohje nga organizatorët. Još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Bujanovcu u Domu kulture koji organizuje Zavod za transfuziju krvi iz Niša u saradnji sa Crvenim krstom u Bujanovcu. Što se tiče broja davaoca na svakoj akciji, mi smo ovdje uvek zadovoljni. Za sada je nekih 20 davaoca dalo krv, očekuje se još toliko. Što se tiče prošlih akcija, nekih 40 davaoca je bilo na svakoj akciji, tako da smo uvek zadovoljni ovdje sa brojem davaoca. Znači, krv je jedina tečnost koja se ne može napraviti, jedino se može dobiti ovako dobrovoljnim davalstvom. Znači, svi koji su voljni da pomognu nekom od 18 do 65 godina mogu se odazvati na svakoj akciji ovdje koja se organizuje. Gjithashtu në ceremoni u dha mirënjohja Zemër e gjerë, akorduar nga Kryqi i Kuq, shkolla, organizata dhe kompani të tjera, për kontributin në popularizimin e dhurimit të gjakut vullnetar dhe promovimin e dhurimit. Aksioni i dhurimit vullnetar të gjakut si dhe ceremonia e dhënies së çmimit u përshtatën në situatën aktuale në përputhje me udhëzimet e autoriteteve në lidhje me epideminë e virusit akoma në fuqi në vendin tonë. Qeveria e Serbisë po planifikon masa të reja në nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe uljen e papunësisë në sektorin privat. Masa e parë është programi Paga ime e parë, pra ne duam të ndihmojmë ata që kanë mbaruar shkollën e mesme ose fakultetin të gjejnë punën e tyre të parë. Gjëja më vështirë është zakonisht të gjesh punën e parë, tha Ministri i Financave Siniša Mali. Masat e reja stimuluese për punësim ishin temat të takimit me biznesmen të mbajtur në qeverinë e Republikës Serbisë, në të cilën morën pjesë kryeministri Ana Brnabić, ministri i Financave Siniša Mali, kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë Marko Çadez dhe drejtori i Entit Nacional për Punësim Zoran Martinović. Pas takimit, ministri Mali ka thënë se janë propozuar disa masa, zbatimi të cilëve, siç shpjegoi ai, do të fillojë shumë shpejt. Masa parë është programi Paga ime e parë, duam të ndihmojmë ata që kanë mbaruar shkollën e mesme ose fakultetin të gjejnë punën e tyre të parë. Zakonisht është e vështirë për të gjetur punën e parë, kështu që për 10.000 të rinj shteti do të mbulojë një pjesë të shpenzimeve të bagës së tyre. Për ata që kanë mbaruar shkollën e mesme, shteti do të jap 20.000 dinar, ndërsa për ata që kanë mbaruar fakultetin 24.000 dinar për një periudhë prej 9 muaj, kështu që për periudhën e parë provuese, vitin e parë të punësimit të tyre, është shprehur ministri. Ministri sqaroi se shteti në këtë mënyrë dëshiron të motivojë të rinjt që sa më parë të jenë e mundur të gjejnë punë dhe nga ana tjetër të lehtësojë vendimin e punëdhënësve për t'i punësuar dhe vlerësoi se ky është një program revolucionar i cili ka për qëllim direkt të ndihmojë të rinjt. 2 miliardë dinar do të ndahen nga buxheti për projektin Paga ime e parë, tha Malli dhe shtoi se në këtë moment është planifikuar që 10.000 të rinj të përfitojnë shansin për punësim. Ai deklaroi se do të vazhdojnë edhe me programin trajnimin, gjithsesi trajnime shtesë për ata që duan të gjejnë një punë të re. Kemi shkallën e papunësisë prej 9.7%, por ka ende nevojë për kuadro. Kjo është arsye pse duam të mundsojmë atyre që nuk kanë punë të marrin trajnime shtesë, të krijojnë aftësi të reja, njohuri të reja në mënyrë që të kenë një vend pune. Për këtë qëllim do të ndajmë 1 miliardë 200 milionë dinare për 10.000 persona në formë kuponi. Sipas ministrit, ky program do të fillojë në vjesht. Ai saktësoi se trajnimi të papunëve do të bëhet jo vetëm në institucionet veprimtaria kryesore të cilëve është primare, por edhe në kompanitë të cilat më pas do t'i punësojnë ata të rinj. Ishte kjo tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen.